gjyqi bëhet në sallën e gjyqit, nuk bëhet për gjithë publikun. Pra, ai është i hapur, fjala publik do të thotë që të kesh akses. Pra, ato që thuhen aty dalin publik. Pra, ky është ideja, pra vjen dëgjon. Tani përsa i përket kamerës në kokë, domethënë ose të kesh kamerat, pra ti siç po diskutojmë, siç po flasim këtu dhe transmetohet për publikun, kjo është gjë tjetër. Sepse ke dëshmitar për shkakun që intimidohen, ke dëshmitar që tremben nga kamerat, ose ke edhe njerëz domethënë që nuk janë mësuar me to, pra s'din të bëjnë pyetje, bukosën, kuptimin siç thuhet, bukosë që nuk ashtu. Dhe mendoj që Lini 339 duhet të ishte më i qartë lidhje me kamerat, sepse shkenca dhe teknologjia po ecën. Më përpara regjistroheshin dhe nga regjistrimi shkojnë në studio, sot e ke live, pra ka ndryshuar totalisht teknologjia sot e para dhe me ecën e kohës, domethënë teknologjia do ecë. Duhet një rregullim ligjor në lidhje me kamerat procesit penal, ose cilë pjesë të procesit. Tash është bërë një praktikë gjyqësore që fillimi i procesit, pra shifen palët që siç ndodhi me rastin e zotit Meta dhe Velie që filmohen në momentin e parë, më pas sot kamera gjyqi vazhdon, mund të merrni pjesë si gazetar, transmetimi live i seancave të akuzuarit mendojnë për pafajësinë e tyre. Thotë ta dëgjojnë gjithë populli se ka pasur pretendime në lidhje me ndjenjën penale, ta dëgjojnë se çfarë ka ndodhur. Pra të krijojë edhe njerëzit bindjen, pra ta dëgjojnë live çfarë thot një dëshmitar, çfarë thot tjetër.